Horoskopi e diel. Dashi, një problem emocional me një antar të familjes mund t'ju bëjë të dëshironi të ikni dhe të fshiheni ose luftoni këtë dëshirë. Kjo mund të jetë pikërisht ajo që ju nevojitet për të larguar mendjen tuaj në lidhje me problemin dhe për të shëruar pikërisht psikikën tuaj të plagosur para se të përballeni përsëri me këtë person. Demi, problemet emocionale të rrënjosura në të kaluarën mund t'ju bëjnë të ndiheni të frenuar sot. Gjithashtu mund të jeni pak më të ndjeshëm se zakonisht dhe të ndiheni të fyer. Përpiquni të përballeni dhe të çliroheni nga problemet e vjetra ose të paktën premtojeni vetes se do të trajtoni ato më vonë. Binjakët, fërkimi ose problemet e tjera në punë mund t'ju bëjë të dëshironi të jepni dorëheqjen, por shqetësimet përparat mund t'ju pengojnë ta bëni këtë. Patjetër që duhet ta rivlerësoni situatën tuaj. Ndoshta një ndryshim pozicioni është pikërisht ajo që ju nevojitet tani. Gaforia, vetbesimi juaj mund të jetë i ulët sot. Gabimet nga e kaluara mund t'ju kthehen edhe për një moment mund të mposhteni nga frika se do të bëni përsëri gabime të ngjashme. Detyroni veten të jeni objektiv përpara se të trishtoheni. Luani, në përgjithësi ju keni tendencë të jeni një person shumë i orientuar drejt fizikut, por sot ka më shumë të ngjarë të dëshironi të shkoni brenda vetes, ndoshta për të eksperimentuar me aftësitë tuaja psikike ose për të studiuar konceptet shpirtërore. Gjithashtu mund të zbuloni se jeni më të interesuar se zakonisht në arte, veçanërisht në ato që vijnë nga kultura të tjera. Virgjëresha, financat mund të vonojnë fillimin e një projekti të ri që keni dashur ta filloni prej kohësh. Ndoshta nuk e keni fondet që ju nevojiten ose ndoshta kostoja është pak më e lartë se sa prisnit. Mos u dëshpëroni, kjo është vetëm një vonesë tjetër e përkohshme. Peshorja, disa nga rrethi juaj veçanërisht gratë mund të mblidhen për thashë teme konspirative. Kurreshtja juaj patjetër do të ngjallet, por mos u lëndoni të bashkoheni atyre. Përpiquni të shikoni interesat tuaja. Akrepi, mos humbni shumë kohë duke dëgjuar idetë e duhura të tjerëve. Ti e di planin tënd, prandaj përbaju aty në vend që të largojnë nga rruga njerëz që pretendojnë se njohin punën tënde më mirë se ti. Dëgjo zërat e tu të brendshëm. Shigjetari, dikush po përpiqet t'ju shpjegojë diçka, por duket sikur po flet një gjuhë tjetër. Vazhdoni përpara, punoni me njerëz dhe shpjegimet që i kuptoni në vend që të përpiqeni të deshifroni atë që është plotësisht e paqartë. Britsjapi, kjo është një kohë e shkëlqyer për të rishikuar lidhjen tuaj aktuale të dashurisë dhe për të vendosur nëse keni diçka për të nxjerrë në pah. A ka ndonjë gjë që duhet thënë, ndonjë çështje që duhet diskutuar apo ndonjë gjë që ju rëndon në mendje dhe ju pengon të ecni përpara? Mos hezitoni të shpreheni. Ujori, sa herë që keni dyshime ose zhgënjime në lidhje me situatën tuaj aktuale, ndaloni dhe bëni një vlerësim të asaj që keni. Jeni mirënjohës për dhuratat që ju janë dhënë në vend që të dëshironi gjëra që nuk i keni. Ju keni më shumë nga sa mendoni. Peshqit, plani juaj i bazuar praktik dhe konkret po tronditet nga diçka e papritur. Ka ngurtësi që po e bën të vështirë për ju të përballoni goditjet. Shihni anën pozitive për informacionin që vjen.